أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله Falënderimet janë për Zotin, për shëndetet më të mira janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij, gjithë besimtarët deri në ditën e fundit. Zoti na ruaj nga këqijat e vetes tonë, nga keqja e shejtanit mëdhur. Përboft takim të begat, ku mësohet dituria e Zotit, dituria e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo dituri që inshallah do na bëjë dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Vëllezër dhe motra, ju kujtoj se ne vazhdojmë duke arritur në fund normalisht në serialin e temave të cilin e kemi titulluar Përjetimi i adhurimeve. Qëllimi i këtij seriali, sa por rikujtim, ka qenë për të shqyrë sa do pak zemrat tona, për të shqyrë shpirtin tonë. Gjithmonë njeriu në përgjithësi dhe besimtari veçanti do kenë nevojë për ushqim shpirtëror. Gjitha streset, depresionet, pakënaqësitë e sotme, një pjesë e madhe e tyre kanë lidhje me boshllokun shpirtëror. Dhe besimtari ndjen her pas here të boshllok shpirtëror. Prandaj ne gjithë kemi nevojë të kujtojmë njëri tjetrin me ato tema që dal nga dal fillojnë të mbushin të boshllok shpirtëror. E kur mbushet shpirti, njeriu ndihet më rahat, është më i qetë, është më i lumtur, është më rahat edhe me vështirësitë që e rrethojnë. Pra qëllimi ka qenë ushqimi shpirtëror. Edhe historikisht tu ka qenë temra e akilit. Kur njerëzit ka qenë keq shpirtërisht, është bërë keq dhe ajo që ka qenë rreth tyre. Dhe sa për dieni, le ta dimë se kjo është pasuria më e madhe, është kapitali më i madh, të cilin duhet ta kërkojmë të gjithë. Duhet realisht të kërkojmë vetes se si mund ta ndjejmë ushqimin shpirtëror. Mund ta përjetojmë besimin tonë, adhurimin tonë. Qëllimi kryesor pra ka qenë ushqimi shpirtëror, ka qenë përjetimi i adhurimeve, i atyre adhurimeve që ne bëjmë çdo ditë, çdo Ramazan, çdo haxh. I bëjmë, por jo gjithmonë i përjetojmë. Pra të përjetojmë punën që ne bëjmë. Një punëtor i thjesht, nëse nuk përjeton punën e tij, në punë si thjesht, realisht thjesht pret fundin e muajit të marrë para, por nuk ka kënaqësi në punë. Nuk i ka lezet puna e tij. Dhe robi nuk vazhdon dot gjallë. Edhe adhurimeve tona duhet të ndjejmë lezetin, duhet të ndjejmë kënaqësinë, që mos na duken barë, por të na duken realisht një dhunti, një dhuratë e madhe që na e ka dhënë Zoti neve, por që se ka shumë njerëz të tjerë. Qëllimi ka qenë gjithashtu të hyjmë në esencat e fesë islame, në brendësinë e kësaj feje, në sekretet e kësaj feje. Të gjithë jemi dëshmitar që sot Islami komentohet nga dashakesit, por nganjëherë nga dashamirësit, thjesht si fe rregullore, fe strikte, fe aparencës. Muslimani veshet kështu, e mban mjekën kështu, i ka rrobat kështu, gruaja në këtë formë, edhe çdo gjë vërtitet rreth kësaj pike. A thua se gjithë feja e Zotit është në 3-4 pamje të jashtme? Në fakt Islami ka esenca, ka sekrete, ka thesare. Ne në radh parë si musliman duhet t'i zbulojmë, pastaj ne t'i zbulojmë, t'i thrasim dhe njerëzit tjerë, t'i përjetojmë të thesare të Islamit. Sot, inshallah, do flasim për namazin e natës. Përjetimi i namazit të natës. Sa për kujtim, unë kam filluar me abdesin. A mundet që ta përjetojmë abdesin tonë? Të veprim kaq teknik. Pastaj kemi hyrë në veprimet e namazit dhe filozofia e tyre. Çdo veprim që ne bëjmë namaz ka një kuptim, ka një sekret, ka një filozofi, duhet ta ndjejmë. Pastaj kemi hyrë në temën si mund ta përjetojmë namazin tonë. Shkaqet që na çojnë drejt përjetimit të namazit. Pastaj kemi folur për dhikrin, për përmendjen e Zotit, për këtë punë kaq të lehtë në gjuhë, por kaq të rëndë në peshorën tonë, ditën kur takohemi me Zotin. Pastaj kemi folur për duan, për lutjen, për jetimin i duas, i lutjes, i armës më të fortë që ka një besimtar. Pastaj kemi folur për leximin e Kuranit,
për përjetimin e leximit të Kuranit dhe sonte inshallah flasim për përjetimin e namazit të natës. Të shikosh 5 namazet që ka obligim një musliman, ke për të parë se i ka ndarë Zoti gjatë 24 orëve. Namazi i sabahut apo i agimit është veprimi i parë që kryen njeriu kur zgjohet nga gjumi, me të nis ditën, me të bën niyetin për të dalë në jetë, për të dalë në veprimtarinë e përditshme. Niset me namazin e sabahut, niset me emrin e Zotit, niset me bismillah dita. Namazi i drekës është kulmi kur dielli arrin në kupën e qiellit, kur të gjithë janë të angazhuar në punë, besimtari shkputet për 5 minuta, për 10 minuta, nuk e harron Zotin e tij, edhe pastaj prapë vazhdon punën. Namazi që ndis mund të themi është namazi që përfundon periudhën e punës, të gjallërisë së paraditës. Pastaj në përgjithësi njeriu pushon deri në namazin e akşamit. Akşami është perëndimi i diellit, është moment kulminant në këtë tokë. Është momenti ku ky diell që e ke patur sipër kokës e gjithë ditës tashmë shkon. E ku shkon? Shkon drejt Zotit. Ai dhe gjithë krijesa shkojnë drejt Zotit. Është moment mjaft i bukur, i cili fton reflektim. Edhe në përgjithësi, njeriu në këto momente kur shikon perëndimin e diellit realisht kënaqet. Tu poetët shkruajnë poezitë e tyre, piktorët bëjnë pikturët e tyre, muslimanët falin namazin e tyre. Pastaj namazi i yatsis ose namazi i natës në përgjithësi është namazi i cili është brenda natës. Në përgjithësi Zoti natën ka bërë për pushim. Dita është për punë, nata është për pushim, por edhe brenda ditës, edhe brenda natës patjetër duhet të ketë vend për adhurim, vend për të lidhur me Zotin e gjithësisë. Atëherë pyetja lind, nëse këto janë 5 namazet, ç'është ky namaz i natës? Namaz që falet vonë, mas orës 12 natës. Në fakt nuk është obligim. 5 janë namazet që ka obliguar Zoti i gjithësisë. Por është një namaz që me sa duket Zoti e ka bërë për ata që pretendojnë se e duan Zotin. Për ata që thonë kemi rënë dashuri me besimin. Për ata që thonë me të vërtet jemi njerëz të mirë, jemi besimtarë. Për ata që kanë hallë, për ata që kanë probleme. Për ata që dinë se Zoti u zgjidh hallet e problemet, thonë, për ju kam lënë një moment që është intim, vetëm mes meje dhe jush, nëse 5 namazet i bëni bashkërisht gjatë ditës, dhe ndoshta gjatë ditës të kap dhe monotonia, kam lënë një kohë që është specifike. Është koha ku realisht pres hap derën time, kush do të trokasë në këtë temë. Kjo është namazi i natës. Namazi i natës është tregues i atyre njerëzve që me të vërtetë e duan Zotin. Namazi i natës është koha e vetmisë në përgjithësi. Natën në përgjithësi, çdo njeri ka dëshirë të vetmohet me atë që don. Nëse ky që don është një person që dëshirë të rish me të. Nëse ky person është larg të rish, shkruan mesazhe, chaton me të. Ata që duan Zotin, kur e kanë kohën e tyre? Kohën më të mirë e kanë namazin e natës. Prandaj quhet kohë intime mes robit dhe Zotit, mes atij që realisht ka rënë në dashuri me besimin në Zot, ka dashuri në zemër. Nuk është të thjesht kryen ritet, por ka dashuri, e don Zotin, e don fen, e don besimin. Profeti alayhis salam i porositi shokët e vet, normalisht të gjithë muslimanët duke u thënë, mundohuni të falni namaz natë, se namazi i natës është tradita e njerëzve të mirë që kanë kaluar përpara jush. Është afrim tek Zoti, është frenues për gjunahet, është falës i gabimeve dhe është largim i smundjeve nga trupi. Mundohuni të falni namaz natë, se namazi i natës është tradita dhe rruga e atyre që kanë qenë njerëz të mirë e kanë kaluar përpara jush. Çdo kush që pretendon se është njeri i mirë, e ka të përcaktuar rrugën për të bërë njeri i mirë. Puna e parë, thot Zoti, bëni detyrimet. Pasi ju të bëni detyrimet, filloni dhe shtoni punë të mira. Shtoni nafile dhe prej nafileve është namazi i natës, derisa unë t'ju dua juve. E kur unë t'ju dua, do t'ju bëhem dora me cilën prekni, këmba me cilën nesni, syri me cilin shikoni, veshi me cilin dëgjoni. E kur ju të më luteni mua, do t'ju përgjigjem, kur kërkoni ndihmë tek unë gjithmonë do t'u vinë ndihmë. Është rruga e besimtarëve që kanë kaluar përpara jush. Ka shumë njerëz sot që rrahin kraharore dhe thonë jemi besimtarë.
dikush thot jemi eulia, nga ata që na përgjigjet Zotit duas tonë. Mjafton të veshë një veshje karakteristike dhe thot unë jam ndryshe nga ju të tjerët. Kush ti për të treguar se një njeri i tillë është namaz e natës? Shifi këta njerëz, a falin namaz natë apo janë pufoma? Nuk e për të parë se një pjesë e madhe të nuk falen. Jo namaz natë, por namaz ditë nuk falen. Atëherë si mund pretendosh se ti e do Zotin kur ti s'ke kohë që rri me të? Nuk ke kohë të veçantë që mund të vetmohesh me Zotin. E dyta thot, është afrim për tek Zoti. Kush ka dëshirë të afrohet tek Zoti? Duhet patjetër të bëjë namaz natë. Është ndaluesi gjunaheve. Namazi natës është forca më e madhe për të ndaluar të bësh gjunahe gjatë ditës. Është falje e gabimeve që kemi bërë dhe është largim thot i smundjeve. Çudi. Ka të mira në këtë botë, ka të mira për botën tjetër. Dhe me të vërtet njerëzit që falin namaz natë në mëngjes gdhihen të shkatët, aktiv, të gjallë. Bires ka studime që janë bërë nga jo musliman, nga jo besimtar, e thonë, rekomandojmë të smurët tanë të ngrihen natën, të lëvizin në përdhomë, bëjnë disa ushtrime, disa lëvizje, kur të tjerët janë gjumë, edhe më mira do t'ishte që gjumëtyrët e tyre t'i lajë pak me pak ujë. Se kanë lidhë fara me namazin. Njeriu që ngrihet dhe falet natën, automatikisht puna e parë që do bëjë do marrë abdes. I lave gjumëtyrët me ujë. Do të bësh lëvizje, kur të tjerët janë gjumë. Ka pra fakte që vërtetojnë se njerëzit që bëjnë të veprime natën, në mëngjes gdhihen më mirë, më të shëndetshëm. Njeriu që fal namaz natën është e vërtetuar që ngrihet më shëndetshëm, më aktiv, më i gjallë, biles sipas fjalës pejgamberit alayhis salam, është njeri që Zoti e largon smundjet prej trupit. Kur është caktuar namazi natës, profeti alayhis salam jetonte në Mekë bashkë me shokët e tij. Nuk ishte bërë akoma obligim namazi 5 kohëve, por namazin e natës Zoti ja kishte bërë detyrë. Pra, a e dini ju që muslimanët e parë, përpara se të falin 5 kohët e namazit, që janë farz kishin një namaz tjetër. Namazin e natës. Sot ai nuk është farz. Sot është nafile. Pse i kishin farz namazin e natës? Se nuk kishte forcë më të madhe shpirtërore për këta njerëz sa namazi i natës. Ishte detyrë. Ishte detyrë që ti që musliman atë kohë duhet patjetër të ngrihesh e të falë namaz natë. Dhe nga surat që kanë këtë kuptim, ju ftoj ta komentojnë, ta lexoni në komentin e saj, ja ejuhel muzammil, o ti i mbuluar, kumil lejle illa qalila. Ngrihu, falu natën, përveç një pjesë kohë ta bësh pushim. Dhe ajetet vazhdojnë duke thënë, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Namazi i natës, edukimi i natës ka gjurmë shumë të forta, thot Zoti, dhe ta rregullon gjuhën, ta drejton dhe fjalën. Ç'është kjo ka gjurmë shumë të forta? Njëri që fal namazin natën dhe fal rregullisht, ai është shumë vështirë të devijojë. Është shumë vështirë të bëjë gabime, se janë momentet më të shtrenjta mes robit dhe Zotit. Gjurmë e fortë është gjurma që lëm ne mbi gur. Është ndryshe të shkruash mbi ujë, është ndryshe të shkruash me penë me bojë, ndryshe të lësh gjurmë mbi gur. Cila është gjurma që ngelet? Historikisht kanë ngel gjurmë mbi gur. Që shkruar me penë një pjesë e madhe nuk janë sot, por ma gjurmët mbi gur janë vazhdojnë të jenë. Namazi natës është të lesh gjurmë mbi gur. Po ashtu thot Zoti ta rregullon, ta drejton gjuhën. Në përgjithësi njerëzit që falin namaz natë, Kur'anin e mësojnë më mirë, diturinë e fitojnë më mirë, edhe i bën dhe Zoti orator. Janë momentet ku truri regjistron çdo gjë. Zemra është e pastër dhe truri është i pastër. Prandaj namazi natës ka qenë obligim në fillim, pastaj Zoti e bëri nafile. Obligoi 5 namaze dhe tha, ata që me të vërtet më duan mua, duhet ta bëjnë namazin e natës, edhe pse kanë detyrë, po themi nga aspekti jashtëm. Zoti i përshkruan në Kur'anin famlar njerëzit e natës. Kush janë njerëzit e natës? Ka shumë njerëz natës. Po flas për njerëzit që me të vërtet Zoti i quan njerëzit adhuruesit e natës, duke thënë: "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ç'është fakt përshkrimi i bën? Thot janë ata njerëz, trupat e të cilëve shkputen natën prej shtratit. Sikur e vjedh diçka. Ke pak njeriu
prandaj dietar kanë pas thënë kur nëna vendos fëmijën e saj në gjumë, si me lezet, pa ndjerë shkputet, që mos ta ndjej fëmia që po largohet nëna. Ashtu thot dhe trupi këtyre njerëzve, kur të tjerët janë në gjumë, shkputet si me buton, shkputet nga shtrati. Ata i luten Zotit të tyre, duke pasur frikë e duke pasur edhe shpresë tek Zoti i tyre. Dhe nga ju që u kemi dhënë, shpenzojnë. Kjo është pjesa e parë. Ka një ajet që vjen direkt mas këtij ajeti, pyetja e parë do të çlidhe kanë dy ajetet. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Asnjë nefs, asnjëri nuk e kupton dot se imagjinon se çka përgatit Zoti për ta në xhennet, si shpërblim për ato që kanë bërë. Ç'lidhje ka ky ajet me ato që ishte përpara? Ashtu siç ju fshet azi, u shkputet nga shtrati juaj natën pa ju parë njerëzit tjerë, dhe tjerët nuk e dini se ç'po bëni ju, ashtu dhe ju se imagjinoni do të kanë përgatit ju punë për ju. Është e fshehur se keni parë. Shpërblim për ato që keni bërë ju. Pra shpërblimi i namazit natës është xheneti. Ky ajet kështu do të thotë. Shpërblimi atyre që shkputen natën nga shtrati i tyre dhe lusin Zotin me frikë e me shpresë, shpërblimi i tyre është xheneti. Erdhi një herë Xhibrili alayhis salam dhe i tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, a di ti ku qëndron vlera e besimtarit?" Vlera, pesha e besimtarit, ku qëndron? I tha, pesha e besimtarit qëndron tek namazi natës. Pra njëri që është besimtar, realisht do të bëjë namaz natë. Ndërsa krenaria dhe digniteti i tij qëndron tek mostrirja e dorën përpara njerëzve të tjerë. Kush fal namaz natë ka peshë, ka shumë vlerë tek Zoti. Edhe kush nuk ka shtrin dorën njerëzve ka dignitet përpara njerëzve. Pejgamberi alayhis salam ka thënë një fjalë për Abdullah ibn Umar. Asa njeri mirë është Abdullahi sikur të falte namaz natë. Ç'lidhje ka kjo histori? Tregohet se Abdullah ibn Umar pa një natë ëndër. Një ëndër, pa veten e tij në ëndër. Pasi kur dy engjëj e morën dhe e nisën për zjarr. Dhe kur pas zjarrin në xhenemit do tremb dhe tha: "Allahumma inni a'udhu bika minan nar", o Zot më ruaj nga zjarri 3 herë. Në këtë moment kur e treguan zjarrin në xhenemit, erdhi një engjëll tjetër dhe u tha këtyre dyve: "Mos e trembni Abdullah." Të nesër më mëngjes ja tregoi Hafsas. Hafsa ishte motra e tij, ishte dhe bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam. Ja tregoi këtë ëndër dhe Hafsa ja tregoi profetit alayhis salam këtë ëndër. Ktu profeti alayhis salam tha këtë fjalë: "Njeri i mirë është Abdullahi, po sikur të falte edhe namaz natë." Edhe në Abdullah ibn Umar që në atë moment ku ka dëgjuar këtë fjalë, thonë se ka lënë asnjëherë namazin e natës. Gjithë natën pyeste shoqëruesin e tij, apo afrohet mëngjesi, edhe në gjumë fliste në të formë. Asnjëherë mos e ka lënë namazin e natës. Por me sa duket namazi i natës është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Fjalë të para që ka dëgjuar një çifut i cili më vonë u bë musliman, kur erdhi profeti alayhis salam nga Mekka në Medinë, tha puna e parë, tha kur erdhi ai, e kishin rrethuar njerëzit. Edhe unë drejtova dhe pyeta kush është Muhamedi, dhe më thanë me gisht ky është Muhamedi. Në momentin që kam parë fytyrën e tij, e kuptova që nuk është gënjeshtar, se ai që është gënjeshtar në zemër ja shfaq Zotin në fytyrë. Ai kishte një fytyrë të ndritshme, të pastër, fytyrë që tregonte transparencë, mund të jetë gënjeshtar ky njeri. Puna e parë e njohti për fytyrën. Pastaj ta masi njerëzit u larguan, tha këto fjalë: "O njerëz, përhapni selamin. Shpërndani ushqim, faluni natën kur të tjerët janë në gjumë, nëse doni të hyni në xhenetin e Zotit pasi flet." Këto 3 fjalë, 3 porositë e para që i dëgjon një çifut i cili më vonë bëhet musliman, biles nga dietarë dhe muslimanëve, Abdullah ibn Salam. Zoti i gjithësisë, sipas hadithit kutsi, jo vetëm që e don njeriu që fal namaz natë, por krenohet me të përpara engjëve. I thot engjëve që çuditem me këtë njeri i cili në ngrohtësinë e shtratit shkputet nga shtrati i tij, merr abdes dhe fal namaz natë. E bën vetëm për mua, se bën për asnjë tjetër, sepse namazi natës timi sinqert nuk është vendi ku mund të tregosh, mund dukesh. Përpara kujt do të dukesh, përpara gruas tënde apo fëmijëve tuaj. Në vende të tjera je publik edhe mundet që të na shtyj, domethënë nefsi ta bëjmë një punë, por namazin e natës nuk ke se si e bën për të dukur. Thot Zoti, shkputet ky njeri edhe fal namaz vetëm nga frika që ka për mua. Shikojeni
A nuk është e çuditshme kjo, o engjëjt e mi, dëshmoni se e kam falë të robë. Kjo është një njeri i cili shkutet natën dhe fal namaz për Zotin. Thuhet, dhe kjo është në vërtetë e bukur, që engjëjt e Zotit i njohin shtëpitë atyre që falin namaz natën nga një dritë që del për këtyre shtëpive. Profeti alayhis salam thotë, siç ju i shihni yjet në qiell dhe e kuptoni që është një yll, ata njohin shtëpitë tuaj. Shtëpitë tuaja ndrin, drejtojnë nga namazi i natës së këtyre njerëzve. Nëse ndonjë natë nuk ndizet drita, po themi nuk ngrihet kush për të falë, se nuk është se drita jonë. Pyesin njëri tjetrin, ç'po bëhet me filanin? Pse nuk po falet? Pse s'del dritë për shtëpisë së tij? Edhe dikush thotë, është i smur. Ata menjëherë ja kthen dua, o Zot, shëroje këtë njeri. O Zot, shëroje këtë njeri. Nëse ka hall ose është udhëtar, o Zot, ruaje në udhëtimin e tij. Nëse ka dikë që është smur, o Zot, shëroje këtë njeri, këtë besimtar i njerëzit e tij të dashur. Pra shikoj çfarë engjëjt kanë intimitet, kanë lidhje, i dini shtëpitë atyre që falin namaz natën. Ne të gjithë dimë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas, po themi hise për namaz vetëm ditën, por natën, bile nata i ka pas më shumë, saqë nata e tij ishte pjesa më e madhe e adhurimit. Të gjithë kemi dëgjuar që ai falej derisa i enteshin këmbët, dhe kur e pyeste ai ishte bashorti i tij, ç'bën kështu? Po shkatron vetën në profetin e Zotit. Ty ti ka falë Zotit gjitha gjunahet, ai thoshte, a mos jem unë falënderues që ai më ka falur gjunahet? Të gjithë e dim, normalisht një nga shkaqet dhe sekretet pse profeti alayhis salam është profeti i cili meriton shefaatin, pra ndërmjetësimin ditën e gjykimit, vetëm ai dhe jo të tjerët, është se një nga sekretet është namazi që ka pas falur ai natën. Dhe Zoti i thot, falju shumë natën që Zoti të çojë në një mekam, një gradë të lartë. Dhe grada e lartë për pejgamberin tonë është shefaati i tij. Një natë i mori leje bashortes së tij Aishës. Dhe i tha, a mjet leje të rrisonte me Zotin? Çfarë shprehish? Të rënqeti. Ai tha, po profeti Zot, po ajo vetrovon, po tha, po mua nuk më zuri gjumi. Ai u ngrit në këmbë dhe filloi të qaj. Aq shumë sa që u lag mjekra, ju lag edhe kraharori. Ran ruku, lotët vazhdonin dhe më tepër, po ashtu edhe në sejdë. Që gjithë natës deri kur erdhi Bilali ta zgjoi për namazin e sabahut, kur e pa këtë gjendje, tha, çfarë ke o profeti i Zotit? Pse qan? Çfarë ka ndodhur? Profeti alayhis salam tha, o Bilal, e si të mos qaj, kur mram më kanë zbritur disa ajete kuranore. Mirë për atë njeri që i lexon këto ajete edhe nuk i lëviz zemra nga vendi, edhe nuk qan. E cilat janë këto ajete? Inna fi khalqis samawati wal ard, në krijimin e qiejve dhe të tokës, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, ndryshimin e natës e të ditës, la ayatin li ulil albab, ka argumenta për njerëzit e mendjes. Kush janë njerëzit e mendjes? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ata që përmendin Zotin kur janë në këmbë, wa qu'udan, kur janë të ulur, wa ala junubihim, kur janë edhe shtrirë. Rabbena ma khalaqta hadha batilan, dhe thonë o Zot, ti gjithë këtë krijesë që ke krijuar kot, subhanak, i lartësuar i ti o Zot, faqina adhaban nar, na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra atë natë kishin zbritur këto ajete, dhe gjatë gjithë natës kishte medituar rreth tyre. Dhe tha, mirë për ata njerëz që lexojnë këto ajete dhe zemra si lëviz nga vendi. Një herë Hudhaifa ibn al-Yamani tha, u ktheva në shtëpi vonë, por duke kaluar pranë xhamisë pejgamberit alayhis salam, pash një trumb palme që s'lëvizte, se kisha parë ndonjëherë në atë vend. U futa dhe pash që nuk është trumb palme, por është profeti alayhis salam që po falte namaz dhe nuk po lëvizte. Tha, po fal dhe unë një 2 rakat me pejgamberin alayhis salam, inshallah të përfshin mëshira e Zotit. Dora në krahun e tij të djathtë, edhe hyri, mas i lexoi Fatihan, hyri në surën Bekare. 2 gjuse, pak afër 3 gjuse. Tash me siguri do lexoj ajetet e para të kësaj sure, por tha ai, shkoi nga gjysma, e mbaroi surën Bekare. Tash ky mbaroi do bën ruku. Pastaj tha u fut në surën Ali Imran, surën tjetër. Pastaj u fut në surën Nisa, janë gati 5 gjuse. Tha atëherë më shkoi mendja të bëj një punë të keqe. E pyetën shokët më pas, çfarë shkoi mendja të bësh pranë pejgamberit alayhis salam? Ta më shkoj mendja që unë të ulem, a i të rinë të në këmbë. Kjo ishte puna e keqe që i kishkuar ndër mend të Hudhaifës. Pra të ulem, se s'po të përballojët më të ndohë.
Normalisht që pejgamberi selam ka pas forcë tjetër, edhe ai thoshte se shokët e unë e vazhdoj agjërimin dhe mas perëndimit diellit, mos bëni siç bëj unë. Mua Zoti më jep fuqi, më jep forcë, por normalisht traditën e tij të gjithë pretendojmë se kemi qejf ta ndjekim, edhe namazi natës është nga tradita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga duat e bukura që ai bënte gjatë namazit natës, është kjo dua: o Zot, ty të takon lavdia, ti je ai që ke në dorë qiejt dhe tokën dhe çka mes tyre. O Zot, ty të takon lavdia, ti je drita e qiejve dhe tokës dhe asaj që është mes tyre. O Zot, ty të takon lavdia, ti je Zoti i qiejve dhe i tokës dhe asaj që është mes tyre. O Zot, ti je i vërteti, premtimi yt është i vërtet, takimi me ty është i vërtet. O Zot, xheneti është i vërtet, xhehenemi është i vërtet, pejgamberët janë të vërtet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet. O Zot, mi fal mua gjunahet që kam bërë dhe gjunahet që do t'i bëj, ato që i kam shfaqur dhe ato që i kam mbajtur fshehtë dhe ato të tjera që ti i din dhe unë i kam harruar. Kjo është nga duat, nga lutjet, nga përgjërimet që bënte me i miri krijesave profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Realisht, prandaj ka përmendur këto: o Zot, ti je ai që ke në dorë qiejt dhe tokën, se në këto momente e ndjen me vërtet. Gjatë ditës duket se zhurmë, lajme, pushtete, presidenti, kryeministi, duket se këto e drejtojnë dynjan. Po natën shikojnë që nuk ka gjë. Të gjithë janë në gjumë, janë në kufoma. Ai që është i vetmi absoluti, që ka gjithë pushtetin në dorë është Zoti. Prandaj thot, ti ke në dorë qiejt dhe tokën. Ti je drita e qiejve dhe tokës. Prandaj ai njeriu që fal namaz natë është e vërtetuar se Zoti jep nga drita e tij. Ai është drita e gjithë dritave, plusi i dritës. Njerëzit e mirë historikisht, Zoti na ndihmoftë të ngjajmë çdo pak atyre, e kanë pasur tradit namazet e natës. Dhe kur se kanë imagjinuar se si mund të jetë dikush besimtar i mirë, por që nuk fal namaz natë. Hasan al-Basri ka qenë nga adhuruesit, njëri shumë i devotshëm, njëri që ka pas ndikim në 2-3 fjalë të thoshte të gjithë xhamiat që janë. Thonë që në pamje të jashtme nuk ka qenë i bardhë, ka qenë smer. Anonte nga zeza, por kishte një ndryshim, një fytyrë të ndritshme, gjithë çuditëshin. Është drita e namazit natës. Dhe dikush e pyeti: o Hasan al-Basri, cila është puna më e vështirë në këtë dynjë? Të falësh namaz natë rregullisht. Thanë, po ç'është puna e tyre që falin namaz natë se kanë dritë? Duket sikur kanë dritë. Patjetër tha, janë vetmuar natën me Zotin dhe për këtë arsye Zoti ju ka dhënë nga drita e tij. U shfaqet ditën, duket ditën ai, që është njeri i natës, njeri se ka dhe njerëz tjerë natën, po e ua nxin Zoti fytyrën dhe natën, e ua tregon ditën me gjuna. Punët e natës dalën në mëngjes, qofshin të mira apo qofshin të këqija. Hasan al-Basri ishte i tillë. Jo vetëm ai, por çudia më e madhe, shërbëtorja e tij që e shoqëronte ato, i bënte xhmet në shtëpi, ishte besimtar. Dhe një herë Hasan al-Basri e çoi në një shtëpi tjetër, i tha: "Rri në atë shtëpi." Por ajo pas sa kohësh u kthye, tha: "O prisi im, o zotëria ime, nuk rri dot në shtëpi. Më ke çuar tek një shtëpi që falin vetëm 5 vakte, s'ngrihen falin namaz natë. U rri dot në shtëpi." Do të thënë edhe shoqëruesja e tij nuk pranonte të rrinte në një shtëpi ku faleshin vetëm 5 vakte. I bënte çudi se si mund të ketë domethënë njerëz të tillë. Ata Ibn Abi Rabah është nga tabiinët, nga pasuesit e sahabëve. Thonë ta shifshin nga jashtë si sorë zezë, e smer ka qenë i tillë, por ka pas ndikim të jashtëzakonshëm tek njerëzit. Ky ka qenë normalisht nga njerëzit e natës. Thoshte kisha nënën, gruan dhe unë. Në fillim pjesën e parë të natës grihej nëna. Mbasi falej ajo, zgjonte bashkëshortën time, nusë. Ngrihej nusja dhe falte namaz natë. Pasi mbaronte ajo ngrinte mua, kështu që e kalonin gjithë natën në adhurim, se nuk deshim që shtëpisë tonë të fikë drita dhe nuri natën. Nuri, do të thënë nuri që shikojnë engjëll. Tha më vonë më vtiq nëna, edhe ram dakord me gruan që do ta ndajmë natën në 2 pjesë. Një pjesë do të ngrihej ajo, pjesën tjetër do të ngrihesha unë. E kur më vdiq bashkëshortja, jam ngritur edhe 20 vjet e kam falë vetëm namazën natë, nuk kam pas njëri tjetër. Njerëz realisht që kur I tregojmë mund t'japin dhe efekt negativ. Qëllimi nuk është efekt negativ. Realisht kanë qenë dhe kushte tjera, por qëllimi është që ka një dritë për të orientuar.
unë të afrohemi drejt asaj drite. Tu janë njerëzit që mos çuditeni, që mbi ta, mbi supet e tyre ka qëndruar kjo fe dhe ka ecë përpara. Suleman Darani, ai ishte nga adhuruesit e natë dhe thoshte, ajo që më mban gjallë dhe vetëm për këtë rrin dynja, më ishte ndorë tjetër kujt është kur do vdesim po. Dëshira e cila më mban gjallë që të rrin dynja është namazi i natës, mos ishte nata te thoshte Zoti të më marrë shpirtin. Edhe këtë fjalë kanë thënë shumë përveç këtij personi. Nga ato përgjërimet se të njerëz kanë qenë veçantë nga lutjet që i bënin Zotit në këto namaze, nga përgjërimet e Suleman Daranit ka qenë një i tillë. O Zot, nëse ti do të më kërkosh llogari për gjunahet e mia, ditën kur do dal përpara teje, unë do kërkoj mëshirën tënde. Nëse ti do të më kërkosh llogari për neglizhencën time ndaj teje, unë do kërkoj faljen tënde. Nëse ti do të më kërkosh llogari për hallakatin time në dynja, do kërkoj mëshirën dhe faljen tënde. E nëse ti me drejtësi do të më fusësh në zjarr, unë do bërtas me gjithë shpirt o Zot, duke thënë, o njerëz, unë e dua Zotin. O Zot, unë të dua shumë, edhe pse me drejtësinë tënde më ke futur në të vend. Pra shikoj çfarë përgjërime, çfarë lutjesh, çfarë intimiteti kam patur me Zotin e gjithësisë. Edhe ata njerëz të gjithë që e kanë provuar këtë gjë, çuditërisht thotë fillon gjuha dhe flet vet, fillon duat të vinë në përmend dua nga më të ndryshme. Pse nuk ka zhurma, nuk ka shqetësime tjera, e vetë mes te edhe Zotit të gjithësisë. Por themi që namazi i natës është namazi i dy kategorive të njerëzve. Kush ka hall, momenti më i mirë për ta zgjedhur hallin e tij është 1/3 e fundit të natës, e deklaruar nga vetë Zoti në hadithin kutsi, Zoti zbret në qiellin e dynjas, siç i ka hyrë madhështisë së tij, në 1/3 e fundit të natës dhe thotë, a ka njeri që pendohet t'ia pranoj pendimin? A ka njeri që lutet t'i jap çfarë më lutet? A ka njeri që ka hallë t'ia zgjidhun hallën? Pra kategoria e tyre që kanë hall e ka kohën e përcaktuar është namazi i natës dhe e dyta është namazi i njerëzve që kanë kërkuar falje, janë përgjëruar. Kanë pas një muhabet veçantë mes tyre dhe Zotit të gjithësisë. Vim të pjesa e fundit të kësaj që realisht është këshill nga të parë për mua, edhe për gjithë në tjerët që Zotit na ndihmojë sa do pak, që të fillojmë ndjejmë ëmbëlsinë e namazit natës me disa këshilla praktike se si mundet që dalë nga dalë ta bëjmë pjesë të praktikës tonë fetare, faljen e namazit natës. Pra, këshilla e parë është niyeti. Njeriu i cili bën niyet dhe e bën sinqerisht për të falë namaz natë, transmetohet se edhe po të vijë mëngjesi dhe s'është ngrit me falë namaz natë, shkruhet sikur e ka falë namazin e natës. Është puna e tij që bën niyet të bijë shahid në rrugën e Zotit dhe vdes në shtratën e tij. Është puna e tij që bën niyet me bëj një fund mirë, po si jepet mundësia. Edhe dikush po niyeti që ka gjë e lehtë, niyeti është gjëja më e vështirë. Absolute, është gjëja më e vështirë. Se niyet do thotë niyet i pastër, që zemra ta ketë vendosur atë punë dhe thjesht të pengojë diçka shumë madhore. Po jo niyet ta bëj gjys për gjys. Po ndonjë gjumi do ta bëj këtë punë. Niyeti do thonë që ti ke vendosur këtë gjë. Niyeti është gjë kryesore. E dyta, për të ndihmuar për namazin e natës thonë është largimi sa të mundesh nga gjunahet, pasi gjunahet është e vërtetuar se e pengon njeriu nga namazi i natës. Nuk lën të ngrihesh në këtë moment që ti të rrish vetëm me Zotin e gjithësisë. Mirë do ishte që një robi të pushoj gjatë ditës. Është e vërtetuar që njerëzit që lodhen gjatë ditës e kanë shumë vështirë falin namaz natë. Por inshallah dita e tyre ka qenë në adhurim dhe namazi i yacis inshallah është mbyllje e adhurimit dhe deri sabah i një gjunat e falura. Por kush ka dëshirë të ngrihet, ideja që duhet pushoj ditën që të jetë më i lehtë për të ngritur të falur namazin e natës. Dietarët e parë, ata që më themi janë mjekët e zemrës, kanë pas këshilluar që mos të teprohet në ushqim. Teprimi në ushqim nuk e lën robën të ngrejë të falë namazin. I kanë pasur nga gjunahet jo të vogla teprimin e robit në ushqim e në lukse, në veshje e gjëra të tjera. Këshill praktike për namaz natë është ta bëjmë këtë punë hap mas hapi. Njëri që s'fal namazin rregullisht është çmendurit i kërkosh të fal namaz natë. Detyra kryesore është të bëjmë farzet. Edhe farzet biles mund ta ndjekim një fillim një farz, dy farz, derisa të bëjmë 5 farze. Por nëse ne me vërtet dua, a mund të hyjmë në rrugën atyre që falin namaz natë? Po, ka mundësi. Një rast i tillë mund të jetë 2 rekat para se të flejmë gjumë, dikush e bën tradit i fal para se me flejmë gjumë. Dikush tjetër mund ta bëjë më ndryshe. Të 2 rekat i fal para se të dalim mëngjesit.
më parë se dalë të falë mëngjesin, falë 2 rekate, pastaj nis dita me mëngjesin. Dikush tjetër mund ta shtojë këto pjesë. Dikush zakonisht gjumin orë 11-12 merr abdes dhe flej, falë 2 rekate dhe flej në këtë kohë, domethënë. Quhet namaz natë. Namaz natë nuk është i kushtuar me rekat. Pra rëndësi ka që të falesh natën. Nëse nuk ke mundësi, atëherë falë namazin e yatsis, bjerë me një jetë mirë, por të ndoni gjumi realisht të ngrihesh të falesh 2 rekat namaz, edhe nëse nuk del gjumi, e falë mëngjesin, prapë të quhet sikur ke falur namaz natë. Pra është shumë e rëndësishme të bëhet dalë nga dalë, hap pas hapi, se nganjëherë robi kur dëgjon kështu, mbushet dhe fillon thotë do fal namaz natë, por mund të ndodhë që nesër ik sabahat, ik namazin sabahat. Ose ndodh shpesh, ka ndodhur kështu. Njeriu fillon një farë kohë dhe sforcon shumë veten e tij duke falur namaz natë, pastaj me kalimin e kohës fillon dhe dobësohet, zbehet dhe e lën totalisht. Pse e pati mbi ngarkuar vetë. Në çështjet e investimit punët duhen bërë dalë nga dalë. Zoti nuk mërzitet, pse të mërzitemi ne. Por ideja është që të ndjekim ato që është më natyrshme, siç thoshte pejgamberi se puna më e mirë tek Zoti është ajo që vazhdon, edhe sikur të jetë punë pakët, shoqëria e mirë mund të ndihmojë për namaz natë, siç e keqja të ndihmon për të hutuar natën. Të ndihmon mundesh ta falësh namazin me dikë, me një shok, nëse bashortja të ndihmon dhe anasjellës është gjë shumë e mirë, dhe për këtë ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti më shiroftat grua që ngrihet të falë namaz natë, edhe shkon burrin e saj, por aty nuk i del gjumi dhe las disa pika ujë. E mëshiroj Zoti këtë grua se e zgjon burrin e vet, po ashtu ka thënë për burrin që zgjon gruan e tij. Shoku mund të jetë me një mesazh, me një zile, me diçka, në ideja që sa të fillojmë dhe të hyjmë në këtë rrugë, po ashtu një nga gjërat që ka lidhje me namazin e natës dhe nuk duhet neglizhuar është namazi i vitrit. Është namazi i fundit që ne bëjmë pasi kemi falur namazin e yatsis. Në një hadith thuhet kush është besimtar nuk e le vitrin. Kush është besimtar nuk mund ta lë namazin e vitrit. Nëse paktën me minimum rrim dhe fal namazin e vitrit që është minimum 1 rekat, atëherë inshallah kemi hyrë në namazin e natës, kemi hyrë në rrugën e tyre që përjetojnë diçka. Pra ideja duhet ta kalojmë pak këtë punën e 5 namazeve. Shpesh herë, sa për djeni, ka shumë njerëz që mas moshës 40 vjeç të del gjumi shpesh natën. Bile s'ka të keq që kanë hallë nuk e zë gjumi natën. A mundet që ta shfrytëzojmë këtë ti pa gjumë se pa gjumë të tjesh, s'kesh farë bën. Më unë ngrit dhe me fal namaz, me fal 2 rekat namaz. Ndoshta këto bën se bek me të ka gjumi pak më vonë. Ka njerëz që realisht 3-4 orë gjithsej flen natën, ata që janë moshë të thyer dhe ata kanë shumë siklet në këtë pikë. Me vërtet sikur të përfitojë prej kësaj kohe. Ka njerëz që realisht ka njerëz që ngrihen dhe pinë duhan gjatë natës. Siklet ma. A mundet të bëjmë diçka të tillë? Mundet të bëjmë diçka të tillë. Pra ideja është që paktën kur të na ndodhi që nuk po na zën gjumi, nga njerëz di robë çfarë bën. Kthejmë këtë krahun tjetër, gjë më e mirë është ngriu fakt të besimtarë jemi, abdesin dim ta marrim, e dim se ka shpërlim shumë. Ndoshta Zoti do që ne duke sa cikletos me aty në shtrat ngriu dhe fal 2 rekat namaz mund të jetë më e mirë, më të mirë se çdo gjë që ti ke menduar ndonjëherë. Pra ideja për kësaj teme, për kësaj fjale ishte rreth këshill për mua dhe të parë dhe për gjithë ju që ta dim që ka dhe një namaz tjetër, është shumë i shtrenjtë, është shumë i rëndë, ka shumë vlerë tek Zoti është namazi i natës. Është namazi besimtarëve, njerëzve të mirë, dhe atyre që pretendojnë se kanë marrëdhënie pak më intime me Zotin e gjithësisë. Zoti na ndihmon për të kryer obligimet dhe adhurimet kryesore, që detyrat, farzet e kësaj fe, pastaj na ndihmon që dalë nga dalë të hedhim hapat tonë drejt rrugës së nafileve, drejt namazit natës, na bëj që ta shijojmë këtë namaz dhe me sa duket ai që shijon këtë namaz nuk ka nevojë të thosh ngriu fal namaz natës se robi kur e shijon një gjë është këshilltari vetes tij, nuk ka nevojë për këshillë të tjerëve. Allah është për bletët mira, gjithmonë ata kofsh në takimet të hajrit që janë të hajrit për dynja dhe për dynjan tjetër. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.